Bira është një nga pijet më të vjetra të përpunuara në botë, e cila daton që nga mijëvjeçari 4 përpara Krishtit dhe në fillime konsiderohej kryesisht detyrë shtëpiake e grave. Historia e saj është ndërthurur ngushtë me ngritjen e qytetërimit, pasi prodhimi shpeshherë kërkonte kultivimin e drithrave si elbi, gjë që inkurajonte sektorin e bujqësisë. Duke filluar nga Irani i sotëm, Mesopotamia, e më pas Europa dhe kontinentet e tjera, ajo u bë një nga pijet më të dashura për kultura të ndryshme. Referuar studimeve dhe tendencave të tregut, kjo është lista e 10 më të mirave sot në botë. Një shembull pioner i trendit të birës së pjekur në fuqi bourbon me kafe dhe çokoladë, Barrel Aged Imperial Stout është e pasur dhe e fortë. Kjo birë ka diktuar një standard të lartë të këtij trendi bire, duke filluar të prodhohet komercialisht çdo vit që prej 2002-shit. Imperial Stout i nështrohet një procesi të gjatë pjekjeje në fuqi autentike bourboni, afërsisht 12 muaj, periudhë kjo e cila garanton kompleksitet unik të produktit të përfunduar. Procesi i vjetërimit i dhuron birës nota të vaniljes, drurit dhe whiskit nga fuqia, të cilat balancohen nga shtimi i kafes dhe çokoladës së freskët përgjatë procesit. Rezultati është një birë e dendur, e lëmuar dhe luksoze, e krijuar për të shijuar si një ëmbëlsirë e veçantë, duke dëshmuar se bira e plakur në fuqi mund të jetë po aq e rafinuar sa pijet më të mira alkolike. E konsideruar nga shumë si një ndër birat më të mira të prodhuara ndonjëherë, ajo njihet për freskinë e saj të theksuar, profilin e butë të ujit dhe aromën e humulusit dhe agrumeve. Biraria Hill Farmstead u themeluar në vitin 2010 dhe Edward Pale Ale ishte një nga birat themelore të prodhuara që në fillimet e saj. Një element kyç në fermentimin e veçantë është konsistenca e lehtë e ujit që buron në pronën e birarisë, duke i dhënë asaj një ndjesi të lëmuar dhe të pastër. E gjithë kjo shërben si një sfond perfekt për të shfaqur aromrat e përziera të luleve, duke kthyer Pale Ale në një përvojë të pastër dhe të balancuar, ndonse një shije të theksuar moderne. Edhe pse nuk është një birë artizanale, Guinness është globalisht ikonike dhe e prodhuar në mënyrë të përsosur. Ajo është e famshme për strukturën e saj kremoze, kafenë e pjekur të errët dhe lehtësinë e përgjithshme të masës. Kjo birë konsiderohet e një standardi të veçantë, pasi historia e Guinness fillon në vitin 1759, kur Arthur Guinness nënshkroi një qira 9000 vjeçare për birarin St. James Gate në Dublin. Edhe pse birat të tjera kanë qenë të pranishme në treg që prej asaj kohe, Guinness Draught, ashtu siç ne e njohim, me sistemin e saj të veçantë që përdor azotin për të krijuar një strukturë kremoze dhe të butë, u prezantua në vitin 1959 për të shënuar 200 vjetorin e kompanisë. Ndër birat me ngjyrë të errët, ajo renditet tek më të preferuarat dhe më të lehtat në të gjithë botën. Cantillon Guez në Belgjik. Ajo është një birë tradicionale fermentuar spontanisht dhe e thartë. Shpesh quhet shampanja e birave, për shijet e saj të veçantë midis të thartës, aciditetit dhe freskisë. Ajo nuk është thjesht një pije e thartë, por një përzierje e birrave të vjetra dhe të reja lambik, e fermentuar në mënyrë natyrale nga mikroorganizmat e ajrit në luginën e Zenet të Brukselit. Për shkak të cilësisë së lartë të gazit, të fortë dhe përfilit të thellë të shijes, kjo birë shpesh konsiderohet më e mira e kategorisë së saj. Shija është thellësisht komplekse, me nota të freskëta dhe toksore, që përfshin nuanca të aromës së fermës dhe lëkurës së bimëve më popullore belge. Kjo e bën Cantillon Guez një përfaqësuese sublime të një stili të lashtë që ma gjeps adhuruesit e birrave të tharta. Në vendin e 6 renditet Imperial Stout, thellësisht intensive e prodhuar me kafe. Kjo birë aromatizohet në mënyrë agresive me pjekje të errët, kakao dhe një hidhërim karakteristik. Kjo birë ka fituar statusin e saj legjendar sepse është e fuqishme dhe e errët, që prodhohet duke përdorur kafe të vërtet në procesin e saj dhe jo esenca apo ekstrakte. Profili i shijes është gjithashtu agresiv dhe plot konsistencë, duke u karakterizuar nga nota intensive të pjekjes së errët, të shijes së çokoladës dhe një nuancë të fortë të hidhërimeve që vjen si nga kafeja, ashtu edhe nga mjalti i pjekur. Peshe Mortel është një birë komplekse me përmbajtje të lartë alkooli, e cila është e krijuar për të konsumuar ngadalë dhe me shijen e saj e ka kthyer vëmendjen e skenës globale ndaj birarisë kanadeze. Kjo
Kjo birë prodhohet nga biraria shtetërore e Weinstefan në Gjermani, e cila është e njohur botërisht si bira më e vjetër në botë, me histori që daton që nga viti 1040. Kjo birë me maja e prodhuar nga gruri është shembulli perfekt i këtij lloji përpunimi dhe pikë referimi i kësaj kategorie. Ajo nuk përdor humulus masiv, por thekson elegancën e fermentimit, duke balancuar në mënyrë të përsosur notat delikate por të dallueshme të krijuara në ndërveprim me grurin, bananën e pjekur dhe nuancat pikante të karafilit. Kjo birë freskuese, e lehtësisht e turbullt dhe me pak gaz, përfaqëson pastërtinë e standardit gjerman të birrës dhe është një provë se mjeshtëria klasike mund të jetë po aq e lavdërueshme sa inovacioni modern. Kingsu Double. Ajo është e njohur për ndjesinë e saj intensivisht të freskët, të butë në gojë dhe për qëndrimin masiv të humulusit dhe agrumeve dhe frutave tropikale. Kingsu nuk ka në konceptin e saj të përpunimit hidhërim të tepruar si shumë marka të tjera, por karakterizohet nga aroma e lules së birrës, e cila i dhuron një shije intensive dhe të qartë bimëve të tjera, veçanërisht të agrumeve, si ajo e lëkurës së limonit dhe portokallit, por edhe një sër frutash tropikale egzotike si mango, ananas dhe frut pasioni. Përdorimi me mjeshtëri i llojit të humusit arrin të jetë njëkohësisht shumë prezent, i dendur në shije dhe i jashtëzakonshëm në aftësinë për të konsumuar dhe për të qenë i pëlqyer, duke e bërë Kingsu një nga birat më të vlerësuara në botë. Në vendin e tretë, renditet Rochefort 10, një tjetër ikonë e pijeve belge e prodhuar nga Brasserie de Rochefort, distillerie e cila gjenezën e ka në shekullin e 13 si manastir. Kjo birë, e cila shënohet me numrin 10 në tap, është më e forta dhe më kompleksja e serisë së abacisë dhe konsiderohet si një shembull i shkëlqyer i stilit trapist. Rochefort 10 është e fortë për nga sasia e alkoolit, e errët dhe me aromë të dendur frutash me një konsistencë të plotë dhe të lehtë. Profili i saj aromatik është tepër i pasur, duke shfaqur nuanca të theksuara të fikut, rrushit të thatë, çokoladës së errët dhe një përzierje të ngrohtë të erëzave të fermentuara nga majaja unike e murgjve të dikurshëm. Është një birë e krijuar për të shijuar ngadalë dhe ka një aftësi të shkëlqyer për të vjetëruar me kalimin e kohës, duke përmirësuar shijen. Pliny the Elder është një birë e prodhuar nga Russian River Brewing & Co. Dhe renditet në vendin e dytë, ndërkohë që konsiderohet një ikonë absolute e birrës artizanale amerikane. Ajo është e famshme për qartësinë dhe pastërtinë e lëngut, duke qenë një kontrast i shkëlqyer me shumë birra të tjera artizanale me pamje të turbullt të ditëve të sotme. Shija e saj dominohet nga një aromë intensive e humulusit ose lules së birrës, e cila shpërthen në nuanca të freskëta pishe dhe agrumesh si citroja dhe portokalli. Megjithëse është një birë e stili dipa, e njohur dhe preferuar për hidhësinë, Pliny e balancon atë kaq mirë saqë hidhërimi është pikërisht arsyeja pse shumë e zgjedhin dhe karakteristika që e bën një birë jashtëzakonisht të dashur. Trappist West Vliteren në Belgjik. E konsideruar gjërësisht si grali i shenjtë i birrës dhe e njohur për rrallësinë e saj dhe ekuilibrin pothuajse të përsosur të aromave të pasura të frutave të errta, karamelit dhe majas komplekse, West Vliteren renditet në vendin e parë. Kjo birë e prodhuar në Belgjik konsiderohet me të drejtë si grali i shenjtë i botës së birrave. Ajo e fiton vendin e parë jo vetëm për rrallësinë e saj, por edhe për shkak të ekuilibrit pothuajse të përsosur të shijes. Karakteristika jashtëzakonisht e pasur e përbërë nga aroma të thella të frutave si fisht dhe rrushi i thatë, e ndërthurur me nuancë të karamelit, e bëjnë atë një pije komplekse. Status ky indikuar edhe nga majaja unike e birarisë West Vliteren. Sipas specialistëve dhe konsumatorëve, ajo është një pije që përfaqëson kulmin e mjeshtërisë së birrës belge.